Në Berdicë të sipërme në zonën e Vinjarit ka nisur puna për hapjen e kanalit Kullues pas kërkesës së banorëve të zonës. Sipas tyre, ky kanal kishte mbetur pa menaxhuar prej gati 30 dekadash, duke shkaktuar probleme me kullimin gjatë stinës së rreshjeve. Qyse para demokracisë që kanë kooperativa e ferma që kena pastru në me ka. Kësa pastru asije. Janë gjurë të kanaleve të 30-40 vjet. Qysh sistemin e përpashëm që të pastru asije. Me këtë ndërhyrje, edhe 2 kilometra të tjera i shtohen rrit Kullues së Berdicës, duke rritur ndjeshëm kapacitetet për përballimin e ujrave sipërfaqësore. Tu jemi në fshatin Berdicës sipërme, në tokat që quhet tokat e Vinjarit. Janë rreth 20-25 hektar tokë që shërbejnë për të 2 kanalet për pullimin e këtyre tokave. Ka 30-35 vite që janë pastruar realisht dhe këtu njerëzit kanë pas frikë me mjall grunë, si thëmë na, që nuk ka bon se s'ka pas kullim toka, ju po shihni edhe vetë vendin si ashtu. Ndërhymet nuk janë kanë asnjëherë. Tani kemi marruar me Maliheben, Beltojen, fillu me këto dhe do vazhdojmë në fshatin Berdicë të mesme pa ndërpremje. Vetëm gjatë këtij viti, ekipet ndërmarrjeve të Bashkisë Shkodër kanë realizuar pastrimin e 13 kilometrave kanale në këtë zonë.